Dasma shqiptare 2017 paraqet. Kur kthehem pas në kohë dhe mendoj për fëmirin time, gjëja e parë që më vjen ndërmend është mirënjohja e madhe për njerëzit që na u gjendën në ditët më të vështira. Unë që po rrefej këtë ngjarje, jam një burr 34 vjeç. Sot kam një jetë e stabilizuar, një punë të mirë dhe një shtëpi, por rrugëtimi im dhe i nënës sime nuk ka qenë as pak i lehtë. Kur unë isha akoma i vogël, prindrit e mi u ndan pas shumë mospajtimeve. Ajo ndarje na la mua dhe nënën time plotësisht në rrugë të madhe. Baba im nuk u interesua asnjëherë për ne, dhe brenda pak ditësh ne mbetëm pa një çatim mbi kokë, pa para dhe pa asnjë vend ku mund të qëndronim apo të flinim. Më kujtohen ato ditë të ftohta kur nëna ime më mbante prej dore dhe ne vareshim plotësisht nga mëshira e kalimtarëve. Esnim nëpër rrugët e qytetit pa asnjë drejtim, duke kërkuar një cep ku të fusnim kokën për të mbrojtur nga nata. Në momentin ton më të dëshpëruar, kur çdo shpresë dukej se kishte humbur, jeta na njohu me një grua jashtëzakonisht të pasur. Ajo ishte një zonjë me mundësi të mëdha ekonomike, por mbi të gjitha me një zemër të mirë e të rrallë. Kur e pa nënën time me një fëmijë të vogël duke u endur rrugëve, ajo nuk bëri sikur nuk na pa. Ajo na mori që të dyve, na strehoi dhe vendosi të bëhej shpëtimtarja jonë. Për shumë vite me radhë, kjo grua e mirë na pagoi çdo muaj që ra në shtëpisë ku banonim. U kujdes për rrobat tona, për ushqimet dhe për çdo shpenzim timin të shkollës. Ajo na ndihmoi pa kërkuar kurrë asgjë në këmbim, thjesht nga dëshira për të shpëtuar dy njerëz e t'i bënte me një jetë të lumtur. Fal mbështetjes së saj të pandalshme, ne arritëm që pas shumë vitesh ta merrim veten financiarisht. Nëna ime gjeti një punë të qëndrueshme dhe ne më në fund krijuam pavarësinë tonë. Për shkak të kësaj ndihme dhe këtij afrimi të madh, nëna ime e quante atë grua gjithmonë motër. Ato u bën të pandashme. Unë u rrita në atë mjedis duke menduar me bindje të plotë se ajo zonja ishte tezja ime e vërtet. Askush nuk më kishte thënë të kundërtën dhe unë ashtu e thërrisja çdo ditë. Teze. Rrjedhimisht vajzën e saj, e cila sot është 36 vjeçe, unë gjithmonë e kam thirrur vajza e tezës ose tezake. Kemi kaluar rinin ton dhe kemi ndarë të njëjtën tavolinë për festa dhe kemi qenë gjithmonë pranë njëri tjetrit. Por kur u rritëm mirë dhe unë kalova të 20-tat, nëna ime ul një ditë me mua dhe më tregoi historinë e plotë të jetës sonë. Aty mësova se ne nuk kishim asnjë lidhje gjaku me familjen e tezës dhe se çdo gjë ishte ndërtuar mbi atë mirënjohje të madhe që nëna ndjente për gruan që na shpëtoi nga rruga. Ky lajm ndryshoi diçka të madh brenda meje, por edhe tek vajza e tezës, pasi edhe asaj ja kishin treguar të vërtetën. Kur e biseduam këtë gjë të dy vetëm, kuptuam që ajo ndjenja vjetër familjare filloi të zbehej dhe mes nesh lindi një pëlqim krejtësisht tjetër, një tërheqje e fortë burr dhe grua. Sot, edhe pse jam 34 vjeç, unë shkoj akoma rregullisht tek shtëpia e tyre për të ndenjtur, ashtu siç shkojnë të gjithë njerëzit tek tezja e tyre për vizitë. Por gjërat mes nesh nuk ishin më si më parë. Sa herë që tezja nuk ndodhej në dhomë,
apo dilte për të blerë diçka, unë ngacmoja vajzën e saj si me shaka. Po ne të dy, përse nuk martohemi bashk, i thosha duke qeshur. Ajo me shikon të gjithmonë me një qetësi të madhe dhe ma kthente. Unë se kam dërmend të martohem kur në jetën time. Këtë vendim e kam marrë dhe nuk e ndryshoj. Por, nëse dëshiron që të rrimet e kalojmë kohë bashkë si shok, unë jam gjithmonë dakord, më thoshte ajo e më shkelte syrin. Dhe me të vërtet ajo kishte arritur moshën 36 vjeçare dhe nuk ishte martuar asnjëherë me askënd, duke i qëndruar besnike mendimeve të saja. Ditët e nxehta të kësaj vere sollën një mundësi të papritur. Tezja ime dhe nëna ime vendosen të nisnin një udhëtim të përbashkët në plazh për disa ditë pushimi. Shtëpia atyre e madhe mbeti plotësisht e zbrazët, vetëm nën kujdesin e vajzës. Duke ditur se ajo do të qëndronte vetëm gjatë gjithë javës, unë vendosa të shkoja një pasdite për t'i bërë shoqëri. Doja të shkoja thjesht që ajo të mos ndihej e vetmuar në atë hapësirë të madhe. E kur arrita atje, gati sa po perëndonte dielli dhe nata po afronte. Ne vendosëm të kalonim një mbrëmje të thjesht duke parë një film në televizor. Shkuam të dy në kuzhinë, nxorëm misrin dhe përgatitem një sasi të madhe kokoshkash. Zhurma e kokrave që kërcenin nën kapakun e tenxheres mbushi kuzhinën me një ndjesi të ngrohtë. Pasi kokoshkat u bën gati, i hodhëm të gjitha në një enë të madhe, të cilën e vendosëm mbi tavolinën e mesit në sallon. Fikëm dritat dhe lam vetëm dritën e televizorit të ndriçonte dhomën. U ulëm të dy pranë njëri tjetrit në divanin e madh që ishte aty. E filmi filloi e po ecte normalisht, por diku rreth mesit e tij, ngjarja në ekran mori një kthesë romantike. Dy personazhet kryesore dhe filluan të putheshin me një pasion të madh përpara kamerës. E në atë çast, heshtja në dhomën tonë u bë shumë e ndjeshme. Pa thënë asgjë, ne kthyem kokat në të njëjtën kohë dhe pam njëri tjetrin në sy. Unë, nga ai siklet i madh që ndjeva prej skenës së filmit dhe prej faktit që ishim krejtësisht vetëm në shtëpi, u qesha lehtë për të fshehur emocionet. Ajo nuk lëvizi, por thjesht po më shikonte me një vëmendje të përqendruar. Përse qesh? Me pyeti ajo. Nuk e di, thash, ndërsa isha duke rregulluar qëndrimin në divan. Thjesht kjo skena këtu me sikletosi, i thash unë. Po ata s'po bëjnë ndonjë gjë të keqe, vazhdoi ajo duke më thënë. Thjesht po puthen, më tha. Mirë, ja ktheva unë i skuqur, duke u përpjekur të dukesha i natyrshëm, ndonse kishim shumë emocione të dy në ato momente. Ajo u zhvendos pak më mirë mbi asteket e divanit, më shikoi dhe më tha. Rri, sepse se ke ndërmend të bësh asgjë. E çfarë të bëj, ja ktheva unë, duke pritur të shihja se ku do të dilte me atë bisedë. Me puth, me tha jo drejt për drejt, pas një lloj droje apo hezitimi. Unë mbeta i befasuar dhe e pyeta, a ke me të vërtet, duke dashur të bindesha nëse po dëgjoja mirë. Ajo lëshoi një pasthim të shkurtër, tundi kokën dhe tha. Eha, ti s'merr vesh fare. E sa po mbaroi atë fjalë, ajo nuk priti me asnjë sekond, u zhvendos me shpejtësi nga pjesa e saj divanit dhe erdhi plotësisht pranë meje. Zgjati dorën e saj me kapi lehtë nga flokët dhe u përkul përpara me një vendosmëri absolute dhe puthi buzët e mia.
Ishte një veprim e vendosur që ndali tërësisht kohën brenda asaj dhome. Ajo mbajti atë pozicion pa u shkëputur ndaj puthjes për asnjë sekond, e duke me tërhequr drejt vetes, ndërsa unë kalova krahet rreth trupit të saj, duke u dorëzuar plotësisht në atë përqafim të gjatë e të heshtur. Gjatë kohës që po putheshim, ajo e fiku televizorin. Nëse donin të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.